Dhe tani më jemi në fazën që kanë filluar të mbrijnë edhe votat e parë, ndërsa pothuajse janë nisur të gjitha zarfat drejt adresave që bashkëdhetarët kanë deklaruar. Kush është roli im si drejtuesi i Partisë Socialiste që mbulon diasporën është pikërisht në një farë mënyre faza e parë ishte të reklamonim sa më shumë këtë moment, pra ta promovonim sa më shumë, sepse kishte shumë skepticizëm. T'ju them drejtën shtator, shumë prej bashkëdhetarëve thonë, po ja do e bëni siç keni bërë gjithmonë, se edhe kësaj radhe do dali diçka që do dali bufi në Tiranë, do na e pengoj prapë. Tani më jemi në fazën e fundit, jemi në 100 metrat e fundit. Pra kemi rëndur kilometra pa fund dhe tani jemi në 100 metrat e fundit dhe 11 maj është si ajo Chelsea, që do të zgjedhësh mes të mbyllësh këto 100 metra, pra ta shohësh Shqipërinë në Europë, me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, apo të kthehesh prapë në grop ku ishe në 2013 me bufin.